Qartë, zëtë nga ana tjetër, mendoni se mund të shndrohet Libani në epiqendrën e një konflikti shumë të madh pasi shkëmbimi i zjarrit mes Izraelit dhe Hezbollahut rrit sigurisht tu edhe rrezikun e luftës në dy fronte? Po tash Libani kur e përmendim duhet ta ndajmë se kemi Libani jugor dhe pjesa tjetër. Interesi i Izraelit është Libani jugor, pra Libani jugor apo edhe Beiruti jugor i kanoset një rrezik si Gaza. Pra ata do të përpiqen që ta rrafshojnë të paktën Beirutin jugor atje ku jeton popullata shiite dhe ku është aktiv Hezbollahu, që ta shkatrojnë që të gjithë dhe mundësisht edhe ta okupojnë. Përpjekja e tyre në këta 2 vite ka qenë e madhe, edhe pse ka pas një armëpushim mes Hezbollahut dhe Izraelit. Izraeli pa ndërprerje ka sulmuar Libanin jugor dhe i ka vrarë shumë ushtar dhe e pror të Hezbollahut. Ka qenë e suksesshme përpjekjet e Izraelit për ta dobësuar Hezbollahun. Mirë po gjithmonë kemi surpriza, për shkak se Hezbollahu, ushtarët e tyre janë luftëtar të vërtet, dhe në një përpjekje të Izraelit që ta okupoj përsëri Libanin mund të dështoj, po jo vetëm ato, nëse raketat e Iranit kanë efekt të madh në Izrael, ka mundësi që këmbësoria e Hezbollahut të hyjë në veri të Izraelit dhe të fillojë të çlirojë qytetet e Palestinës nga okupimi i Izraelit dhe nga shteti sionist, ashtu si kur bëri Hamasi në 8 tetor apo 7 tetor 2023, një rrezik i tillë i kanoset tani Izraelit në pjesën veriore të kufit. Zoti Dauti, nga ana tjetër, a mundet ky konflikt të shkaktojë dhe goditje zinxhir në tregjet financiare dhe inflacion të ri global? Po, mund të ndodhë. Se nëse çmimi tani pjesa e parë një barel naftë ishte $76. Prandaj është kjo arsyeja pse u mbyll edhe borza, nuk e di a janë mbyll në të gjithë botën apo vetëm në Perëndim. Të paktën do të jetë $100 bareli, dhe kur hyn çmimi i naftës shumë i lartë, atëherë kompanitë apo fabrikat e ndryshme ndërpresin prodhimin për shkak se kostoja bëhet shumë e madhe dhe kuptohet që kur nuk ka prodhim kemi inflacion për shkak se mallra kemi pak në treg dhe rritet çmimi dhe kjo ndikon në rritjen e inflacionit dhe kjo është frika më e madhe e presidentit Trump për shkak se ai kur ndërmori këtë ekspeditë ushtarake pa lejen e Senatit dhe Kongresit Amerikan, ai tha që do të jetë shumë e lehtë puna jonë dhe si duket nuk i doli hesapi i shtëpisë, nuk doli në pazar. Kjo luftë mund të zgjatet për shkak se tani Irani refuzon që të negociojë dhe kjo mund të ndikojë që të rritet inflacioni dhe nëse rritet kriza apo spellohet kriza në SBA, atëherë rrezikohen që t'i humbë edhe zgjedhjet këtë vit për Senatin apo dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin, prandaj përpiqet tani SBA-ja që të dërgojnë ndërmjetësues që ta bindin Iranin që të ulet në masën e në tavolinën e bisedimeve dhe t'i pranoj kushtet e SBA-s. Tani Trumpi ndihet fitimtar, triumfues për shkak se arriti që ta vrasë liderin suprem të Iranit. Me këtë rast për shkak se është lajm i freskët, pra u vra dje u dëshmua. Unë besoj që kjo është një lajm i mirë për iranësit, vrasja e liderit të Iranit, për shkak se në videot e mëparshme kam thënë që nëse ka ndonjë tradhtar në Iran, ai është lideri suprem i Iranit dhe ai është shkaktar i kësaj lufte, për shkak se nëse Irani kishte bombën atomike që lehtësisht mund ta prodhonte, nuk do ta sulmonte Izraeli dhe SBA-ja dhe të gjithë shtetet tjera Iranin, po iranësit do të jetonin në një paqe dhe në një prosperitet ekonomik. Prandaj besoj që lideri i ri i Iranit që do të zgjidhet, brenda 1 jave, 2 jave, ta formoj bombën atomike, ta krijoj për shkak se e kanë uraniumin, i kanë centrifugat, i kanë shkencëtarët, dhe përderisa nuk janë vrarë edhe shkencëtarët tjerë nuklear, nuk janë shkatruar gjithë centrifugat, dhe
nuk është dorëzuar Irani, për shkak se qeveria e Iranit ishte gati që të dorëzohet dhe ta dorëzoi gjithë uraniumin, pra kemi një qeveri tradhtare në pushtetin e Iranit. Shpresoj që garda revolucionare ta marrë pushtetin dhe të bëhen seriozisht, se ajo që ka ndodhi Iranit para 2 ditëve ishte një komedi e vërtet, por për shkak se u vran njerëz apo politikanët mund të quhet një tragjedi komedi, për shkak se brenda 60 sekondave u vra ministri i mbrojtjes, u vra general lejtanti ushtrisë, u vra lideri suprem. Pra kjo i ndodhi para 6 muajve dhe e njëjta u përsërit, për shkak se ka njerëz naiv në politikën e Iranit, të cilët besojnë në negociata me SBA-n dhe Izraelin, dhe ju ndodhin gjëra të këtilla dhe mandej dalin në televizion dhe thonë u habita pse na sulmoi SBA-i apo pse na sulmoi Izraeli, pra janë qesharak politikanët e Iranit. Shpresoj që ushtria ta merr pushtetin dhe të vazhdojë me suksesin e operacionit ushtarak dhe besoj që botën islame e ka në krah të tyre, besoj popullatën muslimane. Dhe në këtë muaj të Ramazanit të gjithë muslimanët bëjnë dua që të dalë fitimtar Irani në këtë luftë. Qartë. Ndërkaq, zot Audi, për ta mbyllur, nëse vazhdon kjo logjik pra goditje për goditje, mendoni se do të vijë momenti kur asnjëra nga palët ndoshta nuk do të ketë më kontroll për pasojat që do të lejnë pas? Po tani SBA nuk ka ndonjë rrezik të drejt për drejt, për shkak se dikun 7.000 kilometra larg territorit të Iranit. Rreziku është për Iranin për shkak se mund të mos ekzistojë si shtet, nëse këta sulme kanë sukses dhe nëse protestat ngrihen në Iran, kuptohet me mbështetje të CIA-s amerikane, Mossadit, Izraelit, dhe të shndërrohet Irani sikur Libia, pra një shtet me disa qeveri dhe që do të jetë në një kaos të vërtet. A ekziston ky rrezik? Po, ekziston ky rrezik, sidomos përderisa kjo qeveri tradhtare e Iranit është në pushtet. Mirë, po rreziku besoj që më real dhe më i vërtet është për Izraelin. Izraeli është një shtet i vogël, tani gati 3 vite është në luftë. Ata qytetarë që janë në Izrael të gjithë kanë erdhur aty për një jetë të mirë, nuk është se kanë erdhur aty për bindjet e tyre fetare, po kanë erdhur për shkak se sionizmi ndërkombëtar ju ka premtuar punë dhe një shtëpi luksoze që të mund të jetojnë një jetë të rehatshme. Mirë, po rehatin asesi që ta gjenë në këta 3 vitet e fundit dhe kanë filluar migrim të madh të bëjnë nga Izraeli dhe projekti sionist të dështoi për shkak se edhe jeta është bërë e padurueshme. Ja kemi lajmin e fundit që 100.000 ushtar janë mobilizuar përsëri për në luftë kundër Hezbollahut dhe mund të paramendoni se çfarë trauma kanë ushtarët e Izraelit pas luftës në Gaza. Tani duhet përsëri të luftojnë kundër Hezbollahut dhe janë duke lëshuar me të madhe Izraelin dhe nëse raketat e Iranit vazhdojnë që ta godisin Izraelin, besoj që rreziku është më i madh që Izraeli mos të ekzistojë si shtet në një periudhë të afërme dhe të lirohet bota e mesme, lindja e mesme nga kjo krizë e sionizmit në këta thuajse 100 vitet e fundit, që është shkaktar për mos përparimin e shteteve muslimane në atë rajon dhe të vijë paqja dhe prosperiteti tek shtetet muslimane. E qartë.